që në fëmijëri e kuptova se diçka tek unë nuk ishte si tek të tjerët. Nuk ishte thjesht ndjesi, ishte një forcë që më ndiqte kudo. Ndodhte shpesh që ndihesha i vëzhguar, jo nga njerëzit, por nga një prani e padukshme, e fuqishme, që më ngrinte zgjimin edhe natën më të qetë. Kur isha vetëm 10 vjeç, pash dritën time të parë. Një shkëlqim i artë u shfaq mbi derën e dhomës sime pa asnjë burim drite përreth. Nuk u tremba, përkundrazi, mu duk sikur dikush po më thoshte, unë jam këtu. Me kalimin e viteve, fillova të ndjej valë energjie që më prekën krahët, sikur dikush po më shtynte të ecja drejt një rrugë të padukshme. Disa herë, zërimi brendshëm më paralajmëronte për rreziqe që më pas ndodhnin vërtet. E dija se nuk ishte imagjinat. Diçka më kishte zgjedhur shumë kohë më parë. Dhe sa më shumë rritesha, aq më të forta bëheshin shenjat. Nuk ishin më të buta, por tronditse, aq të qarta sa nuk mund t'i mohoja më. Zoti po më thëriste në një mënyrë që nuk lejonte arratisje. Rreth moshës 17 vjeç, shenja më e fortë që kisha përjetuar deri atëherë ndodhi papritur, në një mbrëmje të zakonshme dimri. Po ecja vetëm drejt shtëpisë, rrugët ishin bosh dhe bora binte ngadalë, duke mbuluar gjithçka me një heshtje të thellë. Papritur, dëgjova dikë të më thërriste me emër, jo me zë njeriu, por me një tingull që depërtonte drejt në shpirt. Nuk vinte nga pas, as nga para, duke i sikur vinte nga çdo drejtim njëkohësisht. U ndala. Fryma mu ngrirë. Zëri përsëriti emrin tim, më i qartë këtë herë, më i fuqishëm, sikur po më zgjonte nga një gjumë i gjatë shpirtëror. Nuk shihja askënd, por prania ishte aq e dukshme sa zemra më rrihte fort, jo nga frika, nga siguria se po dëgjoja diçka qiellore. Rruga përreth u ndriçua për një çast, sikur një dritë e padukshme ra mbi mua. Bora vezulloi si kristal, dhe për disa sekonda unë ndjeva i shkëputur nga realiteti toksor. Atë natë, kuptova se thirrja nuk ishte më paralajmërim, ishte urdhër i qartë. Zoti po më thërriste me emër, dhe unë nuk mund ta imëroja më. Thirrja hyjnore nuk ishte më vetëm zë. Filluan të shfaqeshin edhe shenja të dukshme, të forta, të pakundërshtueshme. Një nga më të frikshmet ndodhi në dhomën time, një natë kur po përpiqesha të flija, por zemra nuk më qetësohej. Kisha ndjesinë e dikujt aty, një prani që më shikonte me qëllim, sikur po priste që unë të kuptoja diçka. Në murin përballë shtratit tim, pash hijen time, ose kështu mendova fillimisht. Por kur lëviza dorën, hija nuk lëvizi. Unë ngrita me ngadalë, ndërsa fryma më ngriu në kraharor. Mbase ishte ndonjë lojë drite, thash me vete. Por pastaj ndodhi ajo që më tronditi plotësisht. Hija u zgjat, u ngrit më lart dhe u shkëput nga muri si të kishte jetë më vete. Në atë çast, një dritë e bardhë shpërtheu nga cepat e dhomës, duke e zhdukur menjëherë hijen. Nuk ishte fantazi. Ndjeva nxehtësinë e dritës, një qetësi të çuditshme që më mbuloi krejt trupin. Diçka po më mbronte. Diçka po më tregonte se errësira më ndiqte, por drita nuk e linte të më prekte. Atë natë kuptova. Zoti jo vetëm që më thërriste, por më ruante në mënyra që unë mezi i kuptoja. Pas asaj nate me hijen, gjumi u bë i çuditshëm. Nuk ishte më thjesht pushim, ishte si një portë drejt diçkaje më të lartë. Një natë, sa po mbylla syt, u gjenda në një vend që nuk e kisha parë kurrë më parë. Një fushë pafund me dritë të artë, ajër i qetë dhe një heshtje që depërtonte në shpirt. Ajo nuk ishte ëndër. Çdo detaj ishte shumë i gjallë, shumë i mprehtë, sikur trupi im i vërtet ndodhej atje. Në mesin e fushës qëndronte një figurë gjatë, e mbështjellë me dritë. E kuptova menjëherë. Ishte ëngjëll. Nuk mund t'i shihja fytyrën, por prania e tij ishte si një mal i gjallë, i fuqishëm, gjigant, i qetë. Kur më pa, më thirri me një zë që dridhi ajrin përreth meje, por në të njëjtën kohë më mbushi me paqe. Ti je i zgjedhur. Kaq tha, por çdo fjalë dukej si peshë qiellore mbi zemrën time. Donja të pyesja pse, donja të kuptoja çfarë duhej të bëja,
por gjuhën se lëvizja dot. Ëngjëlli ngriti dorën dhe preku ajrin para meje. Drita u valvit e pastaj gjithçka u zhduk. U zgjova duke marrë frym thellë, sikur kisha vrapuar milje të tëra. Djersa më pikonte, por brenda meje, një siguri më e fortë se frika lindi. Zoti e kishte konfirmuar zgjedhjen time. Ndërsa ditët kalonin, çdo gjë rreth meje filloi të ndryshonte. Jo njerëzit, jo vendet, por mënyra si i shihja ato. Ndihesha sikur pas çdo ndodhie të zakonshme kishte një mesazh të fshehur. Një mbrëmje, kur qielli ishte i pastër dhe yjet ndriçonin të qetë, vendosa të dillja për një shëtitje për të qetësuar mendjen. Por ajo që pash atë natë e ndryshoi përfundimisht. Si për meje, në mes të qiellit, një dritë e madhe ovale u ndez befas. Aq e fortë sa yjet u zhdukën për një çast. Nuk ishte avion, nuk ishte yll që binte. Ishte si një sy i madh drite që më shikonte drejt. Qëndroi pa lëvizur, sikur ishte atje vetëm për mua. Fillimisht mendova se dikush tjetër duhej ta shihte. Ndaj u ktheva dhe i pash njerëzit që kalonin më poshtë. Askush nuk po reagonte. Askush nuk e vinte re. Për një moment, drita pulsoi 3 herë. Ngadalë, sikur po dërgonte një sinjal. Ajo pulsacion ndjeva se më kaloi nëpër kraharor, më zhvilloi lëkurën, më zgjoi tërësisht. Pastaj u tkurr si një yll që fiket dhe u zhduk pa lënë asnjë shenjë. Atë çast e kuptova qartë. Shenjat nuk ishin më të përgjithshme. Tani ishin personale. Tani ishin të drejtuara vetëm tek unë. Pas shenjes në qiell, trupi dhe shpirti im nisën të reagojnë ndryshe. Nuk ishte më vetëm një energji që e ndjeja rreth vetes, ishte si të jetoja mes 2 botëve njëkohësisht. Një natë, ndërsa po qëndroja ulur pranë dritares, duke parë errësirën jashtë, ndjeva një dridhje të lehtë në gjoks, pastaj një nxehtësi të çuditshme që u përhap në gjithë trupin. Nuk ishte dhimbje, ishte sikur diçka po më shkëputej, ngadalë, butë, por me forcë të padiskutueshme. Papritur, dhoma ime u zhyt në një dritë të bardhë dhe dëgjova një zhurmë të thellë që më rrethonte si një tunel i gjatë. Kur hapa syt, pash veten duke qëndruar në një hapësirë të errët, por me dritë të ime të artë që qëndronte pezull në ajër, si plur qiellor. Dhe aty, e pash veten, trupin tim, ulur në karrige pa lëvizur. S'kam fjalë ta përshkruaj çfarë ndjeva. Nuk ishte frikë. Ishte qetësia më e thellë që kam provuar ndonjëherë. Një zë i dut, i njëjtë me atë që më thërriti dikur, pëshpëriti. Mos u tremb, po të përgatis. Në një sekond, gjithçka u përthith nga drita. U ktheva në trupin tim me një ndjesi tronditse, si të kisha rënë nga një lartësi e madhe, por një gjë e dija me siguri. Zoti po më forconte për diçka që ende nuk e kuptoja. Pas asaj nate, kur shpirti im u shkëput për një qast, mendova se gjithçka do të qetësohej, por nuk ndodhi. Përkundrazi, gjithçka u përshpejtua. Drita, zërat, shenjat, të gjitha u shfaqen më shpesh, më të forta, më të drejtë për drejta. Një mbrëmje, ndërsa po përpiqesha të flija, dhoma ime nisi të dridhej lehtë, si të kalonte një vale pa dukshme energjie. Syt më mbetën hapur, të ngulur në tavan, kur papritur një dritë po formohej në këndin e dhomës. Fillimisht ishte një pikë e vogël, pastaj u zgjerua, u shëndërua në një formë njerëzore, të njohur tashmë për mua. Ishte i njëjti engjëll që pash në ëndër. Ai nuk lëvizi buzët, por zëri u dëgjua thellë brenda meje, sikur mendja ime ishte bërë dhomë jehone për mesazhe qiellore. Koha po afron, tha ai. Errësira ka filluar të ndjek, por mos u frikso, ti nuk je vetëm. Drita përreth ti pulsoi si një zemër gjigante që rrithte ngadalë. Unë u ngrita nga shtrati, i shtangur, i mbërthyer nga një ndjenjë fuqishme e nderimit dhe frikës shenjtë. Engjëlli ngriti dorën dhe mbi dysheme u shfaq një simbol, një rreth me 3 rreze drite që shpërndaheshin drejt trungut të dhomës. Mbaje mend këtë shenjë, do ta shohësh përsëri, kur të jesh gati. Drita u fashit dhe figura u zhduk, duke më lënë me zemrën në dorë dhe një ndjesi se po hyja në fazën e re të thirrjes sime.
Pas paralajmërimit të engjëllit, ditët që pasuan u bën më të rënda. Nuk ishte më vetëm drita ajo që më shoqëronte. Fillova të ndjej praninë e diçkaje tjetër, të ftohtë, të padukshme, por tepër të vërtet. E ndjeja pas shpinës, në qoshet e shtëpisë, në heshtjen e natës. Më ndiqte. Një natë ndërsa po ecja drejt shtëpisë pas një dite të lodhshme, rruga u errësua papritur, sikur një re e zezë u ul vetëm mbi mua. Dritat e rrugës vazhdonin të ndriçonin normalisht mëtej, por aty ku isha unë, gjithçka dukej e fikur. Fryma u bë e rëndë. Ajri u ftoh aq shumë sa duart më filluan të më dridheshin. Nga fundi rrugës pash një siluet të zezë, pa fytyrë, pa formë të qartë, vetëm një tur me errët që lëvizte ngadalë drejt meje. Sa më shumë afrohej, aq më tepër u mblodha brenda vetes, sikur trupi im donte të largohej, por këmbët nuk më bindeshin. Një zë i brendshëm, i fortë dhe i qartë, më tha: "Mos kthe kokën. Mos ik. Qëndro." E kuptova menjëherë. Nuk ishte errësira që duhej të më tremte. Ishte prova. Ishte ajo që engjëlli më paralajmëroi. Dhe pikërisht kur figura e zezë ishte vetëm pak metra larg, një shpërthim drite u shfaq pas meje, duke ndalur menjëherë. Errësira u tërhoq si tymi i djegur. Zoti nuk më la vetëm, as atë natë. Pas asaj nate me errësirën që më ndiqte në rrugë, vura re se diçka kishte ndryshuar në trupin tim. Në mëngjes, ndërsa po lahesha, pash një shenjë të çuditshme në pjesën e brendshme të dorës sime të djathtë. Fillimisht mendova se ishte ndonjë gërvishtje, por kur e afrova dorën te drita, u shtanga. Shenja ishte e njëjtë me simbolin që ëngjëlli vizatoi në dysheme, rrethi me 3 rrezet e dritës. Nuk ishte e gdhengur, por dukej sikur ishte bërë nga dritë e brendshme, si një shkëlqim i lehtë nën lëkurë. Sa herë që e prekja, ndjeja një dridhje të butë, si një rrymë që ngjitej drejt kraharorit. Gjatë ditës, shenja filloi të nxehej her pas here, sidomos kur afrohesha pranë njerëzve me energji të rëndë. Në një rast, kur kalova pranë një burri që dukej i shqetësuar, shenja pulsoi aq fort sa më mpihi gishtat. Burri më pa për një çast sikur ndjeu diçka, pastaj u largua me shpejtësi. Në mbrëmje, ndërsa po qëndroja ulur në shtrat, drita në dorën time u ndez më e fortë se kurrë, dhe në atë moment zëri i engjëllit u rikthye. "Ky është vulosja jote. Mbroje, sepse shumë do të përpiqen ta shuajnë." Zemra më rau fort. E dija, misioni im nuk ishte nisur ende, por errësira po përgatitej.